Përshëndetje të dashur shikues të Beauty me Erisën, jemi ritaku edhe këtë fundjavë me më të fundit në botën e grimit. Kësaj radhe për herë të parë bashkë me juve do i provoj disa produkte nga grimeri i minjohur me famë botërore, Patrick Ta. Këto janë disa nga ato produktet e tjera që janë virale dhe që më kanë ndihmu me sjell këtë grim që po e shihni tani në ekranin e juaj. Pa humbur kohë, ndiqni tutorialin për mi pa këto produkte dhe me pa se si e kam sjell këtë grim. Për tutorialin e sotëm, jam pak e emocionuar se kemi mi përdor produktet e Patrick Ta. Për juve që jeni entuziast të grimit, e dini që Patrick Ta është një make-up artist prej Amerikës, i cili sfundmi ka lancuar dhe linjën e vet të grimit. Mirë po për fat të keq, ende nuk e kemi të disponueshme këtë linjë kudo në Europë, kryesisht mundeni me gjetë vetëm në Amerikë, edhe ma në fundi kom porosit produktet e tij prej Amerikës. I kemi 3 produkte të ndryshme që sot do i provojmë, është bronzeri, një blush edhe highlighter prej Patrick Ta. Kështu që krejt tutorialin e sotëm do e bazojmë tek këto produkte, po i testoj njëkohësisht bashkë me juve. Po i provoj edhe unë për herë të parë dhe ta shohim se çfarë rezultati na dalin. Me të vërtetë produktet prej Patrick Ta kanë marrë shumë mirënjohje nga bota e grimit për shkak të kualitetit të tyre dhe inovacionit sa i përket disa aspekteve të grimit, po ta shohim se a janë me të vërtetë ashtu siç pretendojnë. Po e nisim me bronzerin, kjo është nuanca She's Bronzed. E veçanta e këtyre produkteve është që në një produkt, pra në një palet, i ke 2 formula të ndryshme. E para është një formulë e langshme, apo bronzer i langshëm, edhe pastaj pjesa pudër, që për përditshmëri edhe gjithashtu kur udhton, e bën shumë më të përshtatshme me përdorë si produkt, sepse veç i ke të dyja në një. Kështu që po e testojmë njëherë anën e langshme, bronzerin e langshëm, si që bëj zakonisht, edhe pastaj do e testoj pak edhe pudrën të shohim se si duken të kombinuara. Me kësi produkte është goxha më e lehtë ti miksosh bashkë për shkak që janë formuluar për me funksionu bashkë në krahasim me nëse përdor ndonjë produkt të ndonjë brendi tjetër, nga njëherë nuk përputhen shumë mirë dyat me njëra tjetrën, kurse kur kanë një formulë të ngjashme ose janë formulu për me funksionu me njëra tjetrën, është patjetër krejt tjetër muhabet. Po e aplikoj në zonat ku zakonisht do e aplikoja bronzerin. Kjo nuancë është një ngjyrë kafe mesatare, jo shumë e errët. Mendoj që është e përshtatshme për lëkurat më të hapura, lëkurat ma të bardha në përgjithësi. Me qëllim nuk shkova me një nuancë shumë të errët, për shkak që tash jemi edhe në sezonin e dimrit, na mungon pak ai pigmenti që e kemi verës. Edhe po më duket që pak a shumë është e përshtatshme si nuancë, ta shohim tash edhe kur ta hapim. Thjesht e përhapa në për zonat ku doja aplikoja zakonisht me një brush të vogël, edhe tash po e përhapi me një brush ma të shashtë që me të cilën zakonisht e përhapi bronzerin. Kështu si produkt po duket që ka pigment, edhe me ushkri po shkrihet, nuk po më duket edhe shumë e shkreft në krahasim me disa bronzerat langshëm si ai Sephorës që jo mësu me përdor zakonisht, po nuk do me thonë që është patjetër një diçka e keqe, mundet edhe me ndihmu që produkti me qëndru në vend gjatë ditës, edhe mos me lëviz shumë. Po, si përshtypje e parë, po më pëlqen.
pak më e vështirë me përhap, se sa produktet e tjera që i përdori zakonisht, po jo diçka e pa menaxhueshme. Po më pëlqen shumë edhe nuanca, po duket shumë natyrale në lëkurë, është një tipika si nuance e bronzerit, as shumë e ngrohtë, as shumë e ftohtë. Kjo është ai mesit të cilin e pëlqej zakonisht, mos me qenë as shumë e hapur, po as shumë e artë. Tek pjesa e hundës, po e përdori një brush pak ma të vogël, që me qenë pak ma preciz. Edhe po vazhdoj direkt me korektor. Për korektor po e përdori sot Tarte Shape Tape, nuanca 29M. Edhe aplikojmë këtu me njerë poshtë syve, pak të zona e mjekrës edhe zona e ballit. Do e kem një rënditje specifike sot sa ju përket blush, bronzerit, edhe highlighterit, keni me pa pasaj në fund se si duket rezultati, pra e nisëm me bronzer të langshëm, po vazhdoj me korektor, pastaj hapi i radhës është pudra. Do e përdori pudrën prej Huda Beauty, kjo është nuanca Pound Cake. Edhe me një sfungjer e aplikojmë kështu direkt poshtë syve. Kaq sa i përket pudrës, tash me një brush, po e largojmë produktin e tepërt edhe e vendosim pudrën edhe në këto zonat të cilat nuk e kemi apliku me sfungjer. Kështu e krijojmë atë bazën matë edhe e sigurojmë që grimi ka më na qëndru gjatë gjithë ditës. E tash që e kemi siguru këtë bazën, e kemi një bazë shumë të bukur të grimit, mundemi me vazhdu me bronzer, po e aplikoj tash bronzerin pudër nga njëjta palet. Pëlqen shumë që e ka edhe këtë mekanizmin që me mbroj tash këtë pjesën e langshme, mos me u miksu produktet me njëra tjetra, dhe tash bronzerin pudër e aplikojmë thjesht si për bronzerit të langshëm ku e kemi vendos. Kështu edhe e bëjmë shumë atë pigmentume pjesën e bronzerit, edhe gjithashtu i rrisim atë jetëgjatësinë grimit, ka me u fortifiku shumë a shumë kur i ka këto shtresa të vendosuna. Nuk po e harrojmë edhe pjesën e mjekrës, se i japim një definim shumë ma theksum kësaj pjese. Edhe direkt po vazhdojmë me vetullat. Për vetullat do e përdori lapsin prej L'Oreal. Kjo është nuanca Light Brunette. Është një nga lapsat e mi të preferuar. Edhe thjesht e përdorim kryesisht në fund të vetullës për me kriju një formë.
Kur të plotësohet forma e vetullave, si gjithmonë, vazhdojmë pastaj me gellin për vetulla, sa do e përdori Superlock prej Maybelline. Edhe i fiksojmë kështu vetullat në vend. E jep një pamje shumë ma natyrale vetullave kur përdorim një gel për t'i fiksu. Edhe pastaj mundemi me vazhdu me pjesën e grimit të syve. Për shkak që në këtë tutorial po i testojmë kryesisht produktet prej Patrick Ta, edhe tek pjesa e grimit, po mundona me bo një grim më klasik që i shkon përshtat teknikave të Patrick Ta. Ai kryesisht punon me ngjyra neutrale, njihet për këto ngjyrat neutrale dhe paletat e tij kryesisht ka nuanca më neutrale, kështu që po e filloj me një kaft të lehtë, se cilën po e vendosi përgjatë gjithë syret. Po vazhdoj me një brush ma të vogël tek pjesa poshtë syve, sërisht me nuancën e njëjtë. Patjetër që do japim pak definicion fundit të syrit me një ngjyrë kafe më të errët. Për këtë grim, unë jam duke e përdor paletën prej Makeup by Mario, sepse nuk e kam paletën prej Patrick Ta, mirë po janë goxha të ngjashme dhe në nuanca me sa kam pa. Një dallim i vogël mundet me qenë që paleta prej Patrick Ta i ka dhe disa nuanca të langshme që me i kombinu, pra Patrick e pëlqen shumë me i shtresu nuancat që janë të langshme me ato puder, edhe po besoj që përveç faktit që ju jep shumë pigment grimit, është edhe për jetëgjatësinë e grimit, sepse kur shtresohen një pjesë e langshme me një pjesë puder, atëherë ka me u fortifiku shumë grimi dhe ka me qëndru shumë a gjatë. Për sot nuk do krijoj një liner klasik, po vazhdoj me një liner me laps, po e përdori sot lapsin prej NYX. Kjo është thjesht ngjyra e tyre e zezë dhe e ka emrin Black. Do e fokusoj tek fundi i syrit, edhe për këtë teknik vlen e njëjta që thash më herët. Ky lapsi pak i jep një bazë më të langshme linerit, edhe pastaj e vazhdoj me puder edhe ka me qëndru për një kohë shumë ma gjatë në sy, sesa nëse veç e aplikojmë lapsin pa e vendosë edhe hijen e syve sipër, ose kundërta veç hijen pa laps. Tash vazhdojmë me një hije të syve, gjithmonë e përdori një brush që është pak ma e vogël edhe i ka fijet ma të shkurtra, se ta mundëson me qenë shumë ma preciz, edhe po vazhdojmë me një nuancë kafe shumë e errët, thuajse e zezë, edhe e krijojmë pak atë iluzionin e një lineri. Thjesht për me plotësu pjesën e grimit, kjo na bën grimin me qëndru ma shumë tek natyralja, po thjesht jep një hap shtesë edhe në fund pastaj duket shumë ma bukur edhe kur t'i bojmë qërpekt. Ka të saj përket grimit të syve, po vazhdojmë një herë me maskar.
Njëherë I kthej qërpik para prakisht, është një hap që gjithmonë para pëlqej me bu, për shkak që I kam qërpik të pak ma të drejt, edhe pse I kam edhe qërpik natyral të gjatë, janë shumë të drejtë, edhe kjo ju ndihmon me marrat formën pak ma bukur, duke u duk ma të ngritur, edhe po vazhdojmë direkt me maskar. Për maskar do e përdorim Lash Paradise, versioni rezistent ndaj ujit prej L'Oreal. Kjo hyn tek ato maskarat që është pak ma e vështirë me I largu, mirë po tek unë mendoj që bën një dallim të madh, se edhe I u ndihmon qërpiku me mbajt këtë formën ma të kthyme. Edhe gjatë ditës nuk lëviz, nuk lëshon, duket goxha e zezë. Prandaj edhe kam bet tek maskarat e mia të preferuara për kaq shumë vite. Nuk është që eksperimentoj shumë në këtë pjesë, I qëndroj goxha lojale këtij produkti. Do vazhdoj me disa qërpik artificial, po I përdori sot qërpikët prej flutur. Janë kështu disa qërpik individual të cilat e kanë atë ngjitsin e vet, edhe thjesht po I aplikoj në fund të syrit për me plotsu pak këtë grim. Ta aplikohen kështu shumë thjesht poshtë qërpikëve natyral. Edhe nuk të pengojnë kështu fare gjatë ditës, nuk mundesh thujse hiq me dallu që I ke apliku. Po e shtoj veç edhe një fije në këtë anë, që ta plotësoj edhe pak këtë pjesë. Edhe kaq sa I përket këtij grimit syve, mendoj që këta qërpikt, përveç që duken goxha natyral, e plotësojnë shumë pjesën e grimit, duken pak qërpik natyral sikur janë ma të dendëm, po as nuk rëndohen shumë syt, as nuk të pengojnë shumë gjatë ditës. Po vazhdojmë tash me një tjetër produkt prej Patrick Ta, që është blush, po si fillim po e aplikoj pak setting spray. Po e përdori këtë prej Essence në bashkëpunim me Polly Pocket, është një prej atyre produkteve që po më pëlqen me përdor ndërmjet grimit, thjesht për me largu atë pamjen e tepër të pudrës. Ky edhe emrin e ka Hydro Fixing Spray, pra edhe hidraton pak lëkurën edhe e fikson grimin, që me ja largu pak këtë pamjen e pudrës. E lam për pak sekunda, veç sa për mu tha, edhe me të vërtetë e bën një dallim të madh tek pjesa e grimit, sepse I jep pak një shkëlqim ma natyral lëkurës, në njëjtën kohë dhe fikson grimin. Për produktin e radhës, po vazhdojmë me një blush edhe pastaj me highlighter. Për blush do e përdorim këtë nuancën që është Not Too Much. Është një blush, një ngjyrë shumë natyrale, pra si që tregon edhe emri, Not Too Much, në gjuhën angleze do thotë jo shumë, pra jo shumë e errët, pak ma natyrale në lëkurë. Kjo mundet me qenë sidomos shumë e përshtatshme për juve që preferoni me pas një grim pak ma thjesht, edhe sidomos tek pjesa e blush, nuk I pëlqeni shumë ato blush që janë shumë të errëta apo shumë të hapuna. Po vazhdoj direkt me nuancën e cila është e langshme, edhe po e aplikojmë kështu direkt në fytyrë me një brush.
siç duket e ka një nuancë pembe të lehtë edhe me të vërtet qëndron më shumë tek ajo natyralja. Pastaj në varësi të preferencave të juaja, mundeni me apliku ma shumë ose ma pak, qysh do që preferoni me u dok në lëkurë. Po, si nuancë me të vërtet duket edhe natyrale dhe shumë e bukur, edhe mu kohëve të fundit po më pëlqejnë ma shumë këto nuancat që janë mes pjeshkës edhe një ngjyre të pembe, që duket shumë ma natyral në lëkurë se sa ato nuancat shumë të pembe që jemi mësu mi pa ose shumë portokalli, ma mirë po duken kjo nuanca që është si në mes të dyjave. Po, si produkt me të vërtet duket shumë i bukur në lëkurë. Do kësha vazhdu me highlighterin, që gjithashtu është një produkt tjetër që e ka këtë teknologjin duo, 2-në-1. Pra e kemi edhe pjesën e langshme dhe pjesën pudër në varësi të preferencave. Mundeni me miksu të dyja, apo nëse dëshironi me pas një pamje pak ma natyrali, me vazhdu me njërën apo tjetrën. Po e filloj me këtë pjesën që është e langshme, sepse unë në përgjithësi i preferoj highlighters që janë ma të langshme, nuk i pëlqej këto formulat pudër edhe aq shumë, për shkak që e langshme ata jap atë pamjen shumë ma shkëlqyese të lëkurës edhe ta jap këtë shkëlqimin si pasqyrë. Edhe siç po duket edhe me këtë produkt, ta jep pikërisht atë pamje. Edhe po më pëlqen shumë, nuanca është Daddy, di që ka shumë nuanca të kësaj formule, po kjo duket si një nuancë e përshtatshme për tonin tem të lëkurës. Po aplikoj shumë pak edhe tek pjesa e syve, kjo është një hap që po më pëlqen s'fundmi me bo dhe po e bën një farë lloj dallimi tek pjesa e grimit, sidomos te syt, se jep pak ma shumë dimenzion pjesës së syve, pa e pasat shkëlqimin shumë të theksu me xixa që po e kanë shumica e highlighters edhe paletave që janë me shkëlqim edhe wow, po shpresoj që është duke dalë edhe në kamerë, njëjtë siç po duket edhe live, ai shkëlqimi tamam pasqyrë, lëkura duket shumë e hidratume edhe nuanca e blush po më pëlqen shumë. Kështu që deri tash blush, bronzeri, highlighter të gjithë e kalunat testin e parë të grimit, po më pëlqen shumë që shpo duken në lëkurë. Po e përdori këtë nuancën që është pudër, thjesht për me plotsu këtë pjesën e fillimit të syve, hundën edhe përgjatë hundës. Kjo është një hap që para pëlqej me bo, që me pas ndoshta pak një lloj shkëlqimi edhe në këtë pjesë. Mirë po deri tash po duken të gjitha produktet shumë bukur në lëkurë edhe po duket që janë produkte që ja vlejnë, po shpresoj që në një të ardhme të afërt kemi pas edhe në Europë për një qasje ma të lehtë edhe ne me i provu si produkte. Ka sa ju përket këtyre 3 produkteve prej Patrick Ta, po e përfundoj grimin duke apliku edhe disa produkte në buzë. Si fillim po filloj me Morphe, lapse nga Morphe, edhe kjo është nuanca Bite Me, një ngjyrë kafe e ngrohtë. Kështu po duket vetëm lapsi i aplikuar, me të vërtetë ka një kaft pak më të errët, po është e ngrohtë, duket shumë bukur kur kombinohet me një buzëkuq pak më të hapun. Kështu që po vazhdojmë me këtë buzëkuqin prej MAC, nuanca është 930. Edhe kjo është një nude si pembe e lehtë.
edhe kombinum kështu me një laps si kjo ngjyrë kafe duket shumë bukur në buzë. Po e plotësoj shumë pak në këtë buzën poshtë edhe pak vinë me këtë lapsin e kast. Për fund një shkëlqyes për buzë do e përdorim Summer Fridays. Kjo është nuanca Pink Sugar, është një e pembe shumë e lehtë, thuajse duket sikur një shkëlqyes pa ngjyrë. Edhe kaq sa i përket këtij grimi me produkte nga Patrick Ta. I kemi testu pra produktet nga Patrick Ta për me kriju këtë bazë me shumë shkëlqim që e kemi pa kryesisht tek modelet që ai grimon, sidomos disa fytyra publike që gjithherë e kanë atë lëkurën plot shkëlqim, edhe tash e kemi pa që sekreti janë shumë prej këtyre produkteve të Patrick Ta. Por shpresoj që ju ka pëlqyer ky tutorial edhe këto produkte të cilat i prezantova sot. Faleminderit shumë që gjithmonë na ndjekni këtu tek Beauty me Erisën për më të fundit në botën e grimit. Mos e ndryshoni kanalin se kemi edhe të tjera programe që i kemi përgatit enkas për juve këtu tek televizioni Dukalgjini.